Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi i 29. Sure El Mulk, ajetet nga 28 deri te ajeti 30. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iyya aw rahimana faman yujiru al-kafirina min 'adhabin alim. Qul huwa ar-rahman آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Thuaj, mendoni, në qoftë se Allahu më shkatron mua dhe ndjekësit e mi, apo na mëshiron, kush është ai që do t'i mbroj jo besimtarët nga dënimi i padurueshëm? Thuaj, ai është i gjithë mëshirshmi, ne atë besojmë dhe tek ai mbështetemi, e ju sigurisht do ta merrni vesh se kush do t'jetë në humbje të plot. Thuaj, mendoni, nëse ujërat tuaja ju shteren, kush përveç Allahut do t'ju sjell ujë rrjedhës? Komentimi. Kush është ai që ju sjell ujë të rrjedhshëm? Ajetet e lartë përmendura si dhe ajetet e fundit të sures El Mulk fillojnë me fjalën thuaj. Pra Allahu i drejtohet profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe diskutimet janë vazhdimi i çështjeve të ajeteve pararendëse, në të cilat u fol rreth jo besimtarëve. Këtu jepen sqarime për aspekte të tjera të lidhura me këtë temë. Në fillim u drejtohet atyre që ishin në pritje të vdekjes së profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij dhe shokëve të tij, të cilët shpresonin që me vdekjen e tyre do të zhdukej edhe feja e profetit Muhammed. Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij dhe çdo gjë do të merrte fund. Zakonisht armiqtë e udhëheqësve të drejtë gjithnjë mbajnë shpresa të tilla. Prandaj ajeti 28 thotë: Thuaj, mendoni, në qoftë se Allahu më shkatron mua dhe ndjekësit e mi, apo na mëshiron, kush është ai që do t'i mbrojë jo besimtarët nga dënimi i padurueshëm? Në disa hadithe thuhet se jo besimtarët e Mekës e mallkonin profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij dhe shokët e tij. Ata kërkonin vdekjen e tij me pretekstin se nëse profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, e lë këtë botë, edhe ftesa e tij në rrugën e drejtë do të ndërpritej dhe çdo gjë do të merrte fund. Në këtë kohë, zbriti ajeti i lartë përmendur dhe ju përgjigj atyre. I njëjti kuptim është përmendur edhe në ajetin 30 të sures Tur, e ata thonë: ai është poet, po presim kohën ta zhduk. Ata nuk e dinin se Allahu i madhëruar të dërguarit të vet i ka dhënë premtimin e bekuar që emri i tij do të jetë i shoqëruar me emrin e tij, Allahut, që është i përjetshmi, që nuk zhduket kurrë, edhe kur profeti të vdes, ai kurrë nuk do të harrohet. Po, atij është dhënë premtimi fitores së kësaj feje, si dhe dominimi i saj në të gjithë botën. Kështu që jeta dhe vdekja e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, nuk do të ndryshojë asnjë gjë. Disa komentues të tjerë kanë dhënë një interpretim tjetër në lidhje me këtë ajet. Ata pohojnë se profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i drejtohet duke i thënë thuaj, ne me armiqtë e besimit dhe të Zotit jemi në mes frikës dhe shpresës. Ju, çfarë mendoni rreth vetes suaj? Interpretimi i parë duket më i drejtë dhe më i saktë. Më pas, në vazhdim të kësaj teme shton: thuaj, ai është i gjithëmëshirshmi, ne atë besojmë dhe tek ai mbështetemi, e ju sigurisht do ta merrni vesh se kush do të jetë në humbje të plot. Ky ajet përcjell mesazhin: ne besojmë në Allahun e madhëruar dhe e pranojmë atë si këshilluesin dhe mbikëqyrësin ton, sepse ai është Allahu i gjithëmëshirshëm. Mëshira e tij ka kapluar çdo gjë. Të mirat e tij u përkasin miqve dhe armiqve. Një vështrim sado i shkurtër rreth kësaj bote ekzistuese është dëshmi e këtyre pretendimeve, por tregoni nëse idhujt, të cilët ju i adhuroni, a kanë bërë ndonjë gjë për ju. Shmangja juaj nga rruga e drejtë bëhet e qartë që këtu, në këtë botë, kur Islami i mbështetur dhe i përkrahur nga Allahu, do të korë fitore ndaj jo besimtarëve, nga dënimi i mrekullueshëm i të vërtetës do të bëhet më i qartë, kurse në ditën e gjykimit të bëhet edhe më i qartë për të gjithë shmangja juaj nga rruga e drejtë.
Ky ajet është një lloj ngushëllimi për profetin dhe besimtarët. Ky ajet u tregon atyre se nuk janë vetëm në këtë luftë të vazhdueshme ndërmjet të vërtetës dhe gënjeshtrës, përkundrazi Allahu i madhëruar është ndihmës dhe përkrahës i tyre. Në ajetin e fundit të kësaj sureje, Kurani na sjell një shembull nga mëshira gjithëpërfshirëse e Allahut, për të cilën shumica e njerëzve nuk janë në dijeni. Ajeti thot: thuaj, mendoni, nëse ujërat tuaja ju shteren, kush përveç Allahut do t'ju sjell ujë rrjedhës? Dim se toka është e përbërë nga dy shtresa të ndryshme, shtresa e depërtueshme në për të cilën futet uji dhe shtresa e padepërtueshme, e cila ndodhet nën shtresën e depërtueshme. Shtresa e padepërtueshme e ruan ujin dhe e nxjerr në të gjitha burimet e ujit, puset dhe ujësillësit krijohen në saj të këtij kombinimi të veçantë. Në qoftë se gjithë sipërfaqja e tokës deri në një thellësi të madhe do të ishte shtresë e depërtueshme, ujërat do të rridhnin e do të largoheshin. Asnjë dorë njerëzore nuk do të ishte në gjendje ta parandalonte atë. Po ashtu edhe nëse e gjithë shtresa do të ishte shtresë e padepërtueshme, ujërat do të qëndronin mbi sipërfaqe të tokës dhe kështu do të formohej moçal dhe përmbytje e më pas do të rrithte në dete. Në këtë mënyrë do të humbisnin të gjitha rezervat e ujrave nëntoksore. Ky është një shembull i vogël për sa i përket mëshirës gjithëpërfshirëse të Allahut, me të cilin janë të ndërlidhura vdekja dhe jeta e njeriut. Fjala ma'in rrjedh nga rrënja ma'an. Kjo fjalë është përdorur në kuptimin e ujit rrjedhës. Është thënë se kjo fjalë rrjedh nga fjala ain, syri, duke shpjeguar se rokja mim është shtesë. Disa komentues të Kuranit fjalën meani e kanë marrë në kuptimin e ujit që shihet me anë të syrit, edhe po të mos jetë rrjedhës. Shumica e leksikografëve e kanë komentuar me kuptimin e parë, pra të ujit të rrjedhës. Edhe pse uji i pishëm nuk është çdo ujë i rrjedhshëm, pa asnjë dyshim ujërat të rrjedhës se konsiderohen si ujërat më të mira, qofshin në formën e burimeve, lumenjve apo të puseve dhe ujësjellësve. Disa interpretues të Kuranit kanë transmetuar se një jo besimtar kur dëgjoi ajetin nëse ujërat tuaja ju shteren, kush përveç Allahut do t'ju sjell ujë rrjedhës, tha se burrat e fortë dhe të fuqishëm, si dhe binçat e mprehtë, do t'i nxjerrin ujërat nëntoksore. Ndërkohë arritin ata dhe ai ra në gjumë, ujërat të zeza ran mbi syt e tij. Në këtë kohë dëgjoi një zë që thoshte: "Sill atë burrin e fortë, silli vinçat apo kazmat e mprehta që të të vinë në ndihmë për largimin e kësaj sasie uji nga fytyra." Në ditët tona e dim se po të zhduket shtresa e padepërtueshme e tokës, asnjë njeri i fuqishëm apo ndonjë vinç i mprehtë nuk do të mund të nxjerrë asnjë pikë uji. Ulumtim. Nga hadithet e transmetuara nga imamët e Ehli Bejtit që kanë arritur në dorën tonë, ajeti në fjalë është interpretuar se flet për ardhjen e Imam Mehdiut dhe për drejtësinë e tij që do të përfshijë mbar botën. Për shembull, në hadithin e Imam Bakirit, paqja qoftë mbi të, lidhur me interpretimin e këtij ajeti thuhet: ky ajet ka zbritur për imamin e gjallë Mehdiu, i cili do të thotë nëse imami juaj është i fshehur dhe nuk e dini vendodhjen e tij, cili njeri do të dërgojë një imam për ju, që t'ju shpjegoj lajmet e qiejve dhe të tokës, haramin dhe halallin, të ndaluarën dhe të lejuarën e Allahut. Më pas thot, betohem në Zot se interpretimi i këtij ajeti akoma nuk është realizuar dhe në të ardhmen do të vi koha e realizimit të tij. Ekzistojnë shumë hadithe e lidhur me këtë ajet. Duhet të theksojmë se të gjitha hadithet janë në formën e përngjasimit. Ajeti duket sikur ka të bëjë me ujin në rrjedhës, i cili është burimi dhe shkaku i jetesës së gjallësave, por ana e brendshme, me ekzistencën e imamit, me diturinë dhe drejtsinë gjithëpërfshirëse të tij mbi gjithë rrezullin toksor. Imamët e ditur i ngjajnë ujit jetëdhënës dhe gjithashtu janë shkaku i jetesës së shoqërisë njerëzore. Shumë herë është thënë se ajetet e Kuranit janë me shumë shtresime kuptimore. Këto kuptime janë herë sipërfaqësore, herë të thella e të brendshme. Kuptimi i brendshëm në teksti i ajeteve kuranore është i vështirë për të kuptuar nga njerëzit e zakonshëm, përveç se me ndihmën e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij dhe të imamëve. Askush nuk ka të drejtë ta trajtojë dhe të diskutojë mbi aspektin ezoterik të ndonjë ajeti. Atë që ne e themi ka të bëjë me anën e jashtme të ajeteve, kurse ajo që ka të bëjë me anën e brendshme, pra ezoterike të tyre, duhet ta dëgjojmë vetëm nga imamët e dëlirë. Surja El Mulk
filloi me diskutimin për sundimin dhe fuqinë absolute të Allahut dhe përfundoi me mëshirën e tij si një aspekt i shfaqjes së sundimit dhe fuqisë së Allahut. Në këtë mënyrë, fillimi dhe fundi i saj është plotësisht koherent. O Zot, të lutemi që të na përfshish në mëshirën tënde të madhe dhe të veçantë dhe na bëj që të ngopemi me ujin jetëdhënës të dashurisë të afërmve të tu. O Zoti im, të lutemi, shpejtoje ardhjen e Imam Mehdiut, atë burim të ujit të jetës, që të eturit e dashur të tij të ngopen me ardhjen e tij. O Zoti im, të lutemi, na dhuro sy për të parë, vesh për të dëgjuar dhe dije të drejtë. Në largon mbulesën e arrogancës dhe të mendje madhësisë, që të shohim ashtu siç është fytyrën e të vërtetës dhe të ecim ballë lart dhe të fortë në rrugën e drejtë.